All the films in one radio show. Për plot 1 orë në valët e Top Albania Radio dhe live në kanalin 10 në Digital, vetë nga emri i këtij emisioni do të flasim për filma, seriale, çfarë duhet të shihni, çfarë do t'ju bëjë njerëz më të mirë, çfarë do t'ju bëjë njerëz më të elevuar, nëse elevimi do të ishte një fjalë shqip që nuk është. Është një lloj ngritjeje, një lloj lartësimi, levitacion. Përballja me kolegun tim Edin, të dy ne jemi të pasionuar pas kinemas dhe filmave, për gjithë ju që nuk dini ç'të shihni, ju merr kohë ky procesi, ne çdo të premte i kemi bërë researchet, e kemi bërë skaletën, kemi përgatitur zgjedhjet më të duhura dhe më të mira për ju. Nuk jemi të limituar në zgjedhjet që bëjmë të tipit na pëlqen vetëm aksioni ose komedia ose romanca, jemi kështu si të lëvrueshëm si karaktere. Zhanret janë të ndryshëm. Mua më pëlqen shumë edhe niveli i komunikimit që kemi ndërtuar ne bashk, dhe më bëri shumë përshtypje një lloj shprehje se po i thoja Edeas që unë vërtet këtë javën e fundit kam parë shumë pak gjëra se nuk kam patur kohë. Edhe me një vetë siguri të plotë. Do shohësh këtë që pash unë tani, ka të sigurt që unë do e shoh sepse. Do shohësh të mos e vrit mendjen. Edhe do të pëlqej madje. Pëlqen shumë pra kjo, domethënë gjëja në formë urdhri, po do shohësh këtë që unë pash sot sepse i shohim gjithmonë edhe i analizojmë gjithmonë gjërat që shohim, shpesh herë bashkë në fakt se i kemi sugjeruar njëri tjetrit pafund se ne këtë punë bëjmë fundja. Do të kemi edhe kolonat zanore më të mira që do të na shoqërojnë përgjatë këtij 60 minutëshi. Shkojmë në një këngë se bëm gjithë ato elozhe për veten tonë në pjesë të parë në hyrjet e emisionit, që ne jemi njerëzit më të mirë që mund t'ju sugjerojmë filma, ama kemi një sugjerues i cili na e merr në kthes për të vetmen arsye se nëse ne jemi të limituar dhe filmat prej të cilëve ne përzgjedhim kanë dalë vite më përpara, ata na e marrin në kthes sepse janë të parët që kanë çdo premierë të fundit, të cilën ne nuk kemi akses dhe mundësi ta shohim askund përveç se në Cineplex Tag, dhe që të u dhe po flasim pikërisht për Cineplexin. Cineplex është gjithmonë sugjeruesi i ri dhe në fakt sugjeruesi surprizë, se gjithmonë duhet jemi të surprizuar për shkak të kësaj që the premierat janë gjithmonë aty. Kam mbritur një premierë në fakt që mua më ka dalë kudo në rrjet, në TikTok, në Instagram, kisha kohë që doja ta shikoja, edhe teksa po scrollja tek faqja e Cineplexit, thash okay, më në fund mbërriti, ta ndjekim pak trailerin e The Drama dhe zbulojmë se për çfarë bën fjalë. A do e donit partnerin tuaj? Are you going to use the first time we met? Yes. So I want to say this thing about her laugh. You know how it's very cute, but it's also kind of Okay, Edhe nëse do zbulonit gjën më të keqe që ka bërë në jetë. Are you serious? I'm sorry. I'm gonna order an Uber. Emma, what the? It's about acceptance, radical acceptance. Why are you acting like you've never done anything bad? The Drama në Cineplex Tag dhe QTO. Me dy protagonistë që i njeh thuajse kushdo, është Zendaya dhe Robert Pattinson, në qendër filmi ndjek një çift që duket perfekt nga jashtë, por brenda gjithçka po çahet. Pak para një momenti pivotal që duhet jetë ai momenti më i lumtur i jetës së tyre, marrëdhënia fillon të shpërbohet në një mënyrë të çuditshme. E gjitha ndodh në një bisedë sipër me miq dhe në tavolinë shtrohet ajo pyetja: cila është gjëja më e keqe që ke bërë në jetë? Dhe përgjigjja e të shoqes se bën Robert Pattinson të fillojë ta shoh me një sy tjetër bashkëshorten e tij të ardhshme. Nuk është thjesht një histori dashurie, është nga këto përballjet brutale me të vërtetën, nuk është si ajo është si ajo pyetja filozofike, jo të jesh atë mos jesh, po të dish atë mos dish. Mendoj që çdo çift haset me këtë gjë që a do donim të dinim gjithçka për partnerin ton apo më mirë të mos i dim ca gjëra. Ha, mo Edi, ti je një burr i martuar, na thuaj. Për mua është, unë jam një open book. Për mua janë gjithmonë të gjitha kartat mbi tavolinë, sepse është më mirë, po themi, të jesh në dieni ose ti kalosh të gjitha sprovat në mënyrë që e ardhmja pastaj të jetë e pastër dhe e qetë. Nëse do ketë gjëra herët avon edhe mund të dalin, edhe mund të mos dalin, po ti do jesh i rrezikuar, pra po themi për momentet emocionale që mund të kalosh apo nuk e di se çfarë mund të jetë. Kështu që më mirë është ta zerosh një gjë dhe ta nisësh nga e para, që mendoj është gjëja më e mirë që mund të ndodhë. A e keni hedhur në tavolinë këtë pyetjen, cila është gjëja më e keqe që ke bërë në jetë? Siç është Nuk e di, kam përshtypjen që
nuk është se ka pasur gjëra kaq madhore, sa që të ketë ndonjë surprizë. Kështu që për çiftet shkoni, shikoni The Drama në Cineplex dhe pastaj uluni me njëri tjetrin e thoni ore kot për kuriozitet, meqense qendër ka një farë pyetje kjo. Po, pse jo. Më pëlqeu edhe shumë kombinimi i Zendaya me Robert Pattinson, sepse zakonisht jemi mësuar të shikojmë Zendaya me Tom Holland gjithmonë tek Spider-Man e tjerë, kështu që edhe kjo dyshe duket se rrin mjaft mirë në ekran. Krahas kësaj premiere në Cineplex ka edhe shumë filma të tjerë të zhanreve të ndryshme, Shpresa e fundit, Police për jetë, Ready or Not 2, Reminders of Him, Scream, drama që sapo përmendëm, ndërsa presim nga data 29 edhe Djalli vishet me Prada 2, që gjithashtu është një nga filmat më të pritur dhe unë jam habitur në fakt që për publikun shqiptar ishte shumë i dashur dhe ishte një ndër filmat që kishte thyer rekord në Cineplex, bëhet fjalë për të parin. Edhe për një lloj dashurie që njerëzit kanë për këtë film. Në fakt është një film ikon në të gjithë botën, por që nuk përjashton as këtu me fansat e tij. Këto ishin filmat e premierat në Cineplex. Ju mund të zgjidhni të preferuarin tuaj për ta parë kurdo që të doni ju, orare ka plot dhe shijojeni një fundjavë ose kur të doni ju në Cineplex. Ne kemi marrë këtë pozicionimin e degustuesve. Hera herës duhet pak nerva që të degustosh filma, se jo gjithmonë qëllon ose ja del të shohësh një serial të mirë ose një film të mirë, ama kësaj radhe, Edi, unë kam bërë kështu një goditje në shenjë. Si kam rënë mua aty në qendër të asaj rrotullës me shigjeta që goditet. Po, dhe në fakt mundësia që ti t'ja qellosh është pak sa më e lartë, se ti ke parë goxha më shumë se unë këto kohët e fundit, edhe mendoj që tani e godet që në poster të filmit, domethënë godet. Jo, shiko, ishte pashmangshme, po ishte një nga këto serialet, titullohet Something Very Bad is Going to Happen. Okay. Që nga këtu duket kështu iri, duket sikur të fut në atë ndjesinë. Domethënë ti e kupton që nga titulli që diçka shumë e keqe ka për të ndodhur, që do ndodhi kjo gjë e keqe. Misteri është që në titull. Është e pashmangshme dhe vërtet i gjithë seriali është si një e keqe e pashmangshme që është duke ardhur, është pranë, do vi, ja ku është, erdhi, ndodhi dhe domethënë ta parashikon deri diku, ama rrjedhën e ngjarjeve nuk ta parashikon as pak. Është një nga këto seriale që ti e shikon, ka bër buj kudo dhe thua, okay, ndoshta po jepet kaq shumë zhurmë sepse producentët janë The Duffer Brothers, Camila Morone është protagonistja, ka një çik horror brenda, ka pak romancë, trajton këto tematikat që Gen Z i dashuron, edhe thua, okay, është e parashikueshme që njerëzit do e pëlqejnë ose do e shohin më shumë në formë trendi. Dhe në të njëjtën mënyrë u tërhoqa dhe unë si një antare e denjë Gen Z për ta parë, rrugës kuptova që ishte shumë më shumë se kaq. Po ta përshkruaj kështu shumë shkurtimisht, pa dashur të zbuloj gjithçka, nis me një çift në pamje të parë perfekt, të cilët po shkojnë drejt shtëpisë të prindërve të djalit për të lajmëruar fejesën, martesën e tyre. Okej, në një farë mënyrë edhe për të prezantuar nusja pra me prindërit e djalit. Por xha e kishin vendosur që vajza do martohej. Sapo shkon Rachel, luajtur nga Camila Morone, ndihej përgjatë gjithë rrugës sikur diçka e çuditshme do ndodhte, dëgjon një histori për një vrasës serial, familja e djalit janë jashtëzakonisht shumë të çuditshëm dhe asaj duket sikur ata thjesht po kërkojnë për një nuse për të bërë një lloj rituali të çuditshëm. Ndërkohë mamaja e familjes po ndronte jetë dhe asaj pra në 2-3 episodet e para ajo kupton që është aty për të bërë një si tranzicion të çuditshëm të cilin nuk e kupton. Rrugës e gjithë kjo gjëja, po ja u zbuloj këtë. Jo shumë. Okay, rrugës gjërat janë shumë më ndryshe nga ç'duken. Pa çka se është një horror që ka shumë ngjarje supernatyrale larg realitetit ton, trajton disa tema aq reale, siç është zgjedhja e partnerit, sepse që në fillim kur ajo mbërrin në këtë qytet, i afrohet një burr i cili i thot, a je sigur që ai është shpirti yt binjak? Dhe i gjithë epitoma e serialit, po ja u përmbledh shkurtimisht, është kjo që në rast se ata vërtet janë shpirtra binjak me njëri tjetrin, gjithçka do shkojë mirë. Dhe në rast se ata nuk janë shpirtra binjak, diçka shumë e keqe ka për të ndodhur. Interesante, tani horrori ka të bëjë, ka ngjarje supernatyrale, po themi ka shpirtra,
gjëra si tek The Conjuring apo është një lloj horrori tjetër? Është një lloj horrori ku historia përsërit veten ndër vite, ka dhe shpirtra të përfshirë, bëhet një kontakt i vogël me anë të një Ouija board me një shpirt të kaluar. Ka të bëjë me rituale, ka të bëjë me magjin, por gjërat nuk janë ashtu siç duken, edhe analizohet vërtet në 100% e vet në rast se njerëzit janë shpirtra brinjak. Pra lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit, a mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi bindje që partneri sa ishte i duri për ta ditur se kjo çështje është jeta vdekje, pra ta rrezikosh. Edhe në vërtet na bën edhe ne si brez të fillojmë të pyesim veten që a është ky njeriu i dur, njeriu që un po zgjedh për të kaluar jetën. Ne nuk e kemi çështje jeta vdekje siç e kishte Racheli, por duhet në këto kohë moderne ku jetojmë, mendoj unë, që ta shohim pak si çështje, jo jeta vdekje, po si një analizë e mirë për të bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu, ai mua më bën të ndihem sikur mos të jetojmë në luginën e pyetje gjithmonë ylberave dhe luleve. E gjithë gjëja që flitet në film, por edhe ambienti i krijuar, misteri, ka një lloj zgjidhje sepse filmi është prodhuar nga Duffer Brothers, të cilët janë krijuesit dhe prodhuesit e Stranger Things. Domosdoshmë me një herë pyeta ideja nëse ka pika ku takohet something very bad is going to happen me Stranger Things, dhe më thej që po, ka. Shiko, kinematografia me dora ndihet ajo dora. Janë ato sound effektet që të bëjnë të ndihesh sikur diçka vërtet e keqe ka për të ndodhur, ai ndriçimi i errët. Po edhe gjithë kjo paraprgatitja për atë udhëtimin, se tamam The Duffer Brothers sikur të paraprgatisin për të futur në një udhëtim me shumë të papritur, apo ti humbet nga bota e. Ama ka një diferencë që nëse në Stranger Things protagonistët ti shikon dhe janë disa fëmijë shumë të ëmbël nga fytyrat e tyre që t'japin në gjithë atë kaosin e Stranger Things, janë ata fëmijë që t'japin një lloj qetësie dhe paqeje sikur gjërat do shkojnë mirë. Tek Something Very Bad is Going to Happen, kasti nuk ta jep fare këtë qetësinë. Do të thënë je gjatë gjithë kohës, thua, ora, janë mirë këta njerëzit apo janë treguar të pamëshirshëm, pra që në titull, që në personazhe, pra është gjëja e drejtë. Dhe familja e djalit mund të jetë një nga familjet më të çuditshme që un kam parë në ekran. Dhe nuk i vë faj as pak protagonistes që si fillim dyshon se pra ajo i thotë ju donit më vrisnit, dhe kur e kupton që ata s'donin ta vrisnin, ju bën një tort, ky është kran më fal që mendova se ju donit më vrisnin. Në jashtëzakonisht shumë tërheqës si film, nuk e parashikon kur dot fundin, se çfarë ndodh në të vërtetë. Ka një fund deri diku makabër, po në atë aspektin artistik që Duffer Brothers bëjnë me, pra është aq glamur, është glamur dhe gjak, do e quaj. Po, se në fakt edhe që në përshkrim thot një atmosferë martesash edhe horrori. Duhet ta kishin quajtur Martesat e Gjakosura. Ja, çfarë titulli duhet të kishin vënë. Okej, bukur dhe kjo. Mirë, sot do të qëndrojmë tek një, por që duket se është vërtet është sa për 100, ma besoni këtë gjë. Something Very Bad is Going to Happen. Janë vetëm 8 seri, mund t'i shikoni brenda 2 ditësh, t'i përfundoni, t'i glabëroni, ma beson, unë dje kam qëndruar deri në 2 të natës, më ka lënë pa gjumë, dhe nëse kam rrath sot, kjo është arsyeja, bashkohuni në rrathet e mi dhe krijojmë rrathet e kujtesës. Edhe kasti është shumë interesant, është Camila Morone, është Adam DiMarco, Gus Birney, Jennifer Leigh dhe shumë të tjerë, ka edhe aktorë të njohur goxha në këtë serial. Pash që nuk mendohet që do të kishte një të dytë, kështu që e gjithë gjëja besoj është dhënë në këtë sezon të parë, që është me 8 seri, edhe nëse ju jo përfundon, aty përfundon, kështu që për gjithë ju që thoni, ju rrej këto serialet që janë nga 7 sezone, jo, janë vetëm 8 seri, janë 45 minuta secila, kështu që lehtësisht për 2 ditë i mbaroni, ma besoni do i mbaroni për një, po thjesht nisuni dhe shikojeni. Keni fundjavën para për Something Very Bad is Going to Happen? Koha perfekte për të parë një film, çdo kohë është perfekte për të parë një film ose një serial. Për ju që keni shumë dëshirë të shikoni premierat më të fundit, Cineplex gjithmonë ja u ofron ato me sound efektet dhe gjithçka për ta parë në ekranin e madh. Kam gjithë këto kohë që mendohem ata shikoj Project Hail Mary
vet, por kur e shikoj në atë ekranin e vogël të kompjuterit ose të televizorit të shtëpisë, them po 1 sekond se ndoshta është një eksperiencë kaq e madhe që meriton të ndiqet në ekranin e madh. Sidomos për këto filmat fantastiko-shkencore që kanë të bëjnë me planeta, anije kozmike dhe tokë të tjera, se s'bën në kinema. Ju del dhe planeti më i madh te ekrani i madh, ç'a doni me pa planetin e vogël, se s'ka ne kënaqësi të madhe. Se jemi dhe në një gjë tani që është nisur misioni i parë pas disa dekadash për në hënë dhe presim pamje gjëra nga hëna. Më doli pak pra kështu dhe po nuk lexova më në detaj, thash mos ndoshta kishin rikthyer thjesht filmime të vjetra. Jo, janë 4 astronaut, 3 djem dhe një vajzë, të cilët janë nisur për herë të parë pas 5 dekadash në mos gaboj, nuk do të ulen në hënë, por do të jenë në një distancë shumë të afërt dhe do të shikojmë plot video dhe foto. E diti që në një bisedë sipër që gjithë ulja në hënë ka qenë diçka konspirative e të tjerë, kërkojmë dhe pyesim të vetmin asistent virtual që kemi të gjithë në telefonat tonë, ChatGPT-n, që pse nuk ka ndodhur më ulje në hënë. Dhe arsyeja ishte sepse është jashtëzakonisht shumë e shtrenjtë për të ndodhur dhe nuk është se ka ndonjë kuriozitet të madh më, pra është ju dukej si një shumë e harxuar kohë në rast se do ndodhte. Jo, në fakt kurioziteti është goxha i madh dhe pikpyetja është shumë e madhe. Dhe për të hedhur poshtë ato gojë të liga që thonë që nuk ka ndodhur me të vërtetë Uliana, ti mos jetë nga këto se më dukesh pak kështu si nga këto gojë të liga ti. Jam pak te kjo, me thënë të drejtën, edhe unë jam pak cakist. Gojë liglëk. Dhe prandaj jam shumë kurioz të